Përpjekja e kongresmenit republikan Keith Self për të kushtëzuar ndihmën ushtarake ndaj Greqisë me qëllim që të njohë Kosovën, nuk gjeti mbështetje në Komitetin për Punët e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve. Më herët Self propozoi ndërprerjen e 1.8 milion dollarëve për trajnime ushtarake ndërkombëtare për Greqinë, duke argumentuar se mosnjohja e Kosovës nga Athina pengon stabilitetin në Ballkan dhe rrugën e Kosovës drejt NATO-s. Amendamenti i tij u kundërshtua nga kongresmenët demokrat Gregory Meeks dhe Dina Titus, si dhe nga kryesuesi republikan Brian Mast, të cilët argumentuan se çështja e Kosovës duhet të trajtohet veçmas dhe se projektligji për ndihmën ndaj Greqisë ka një bazë dypartiake të konsoliduar. Self thesoi se Kosova ka treguar përkushtim ndaj qeverisjes demokratike dhe bashkëjetesës shumë etnike dhe se antarësimi në NATO do të forconte stabilitetin rajonal dhe do të vepronte si kundërpesh ndaj ndikimit rus. Teksa ekzistojnë përpjekje të fuqishme të përbashkëta ushtarake midis Shteteve të Bashkuara dhe Greqisë, ajo mbetet në listën e shkurtër të 4 aleatëve të NATO-s, të cilët refuzojnë ta njohin sovranitetin e Kosovës. Këta partnerë të NATO-s i bashkojnë Kinës, Rusisë dhe Serbisë në refuzimin për ta njohur pavarësinë e Kosovës, një partnerë e ngushtë që kundërshtarët tanë refuzojnë ta njohin, sepse e dinë se Kosova është shtyllë kyç për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, shprehet Keith Self, kongresmen republikan. Spanja, Romania dhe Slovakia janë 3 shtetet e tjera anëtare të NATO-s që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Self së bashku me Torresin dhe kongresmenin republikan Mike Lauer paraqitën në fund të prillit një rezolut në Dhomën e Përfaqësuesve, përmes së cilës kërkohet që Washingtoni ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Ekspertët thonë se rezoluta në vetvete është një sinjal i fortë politik, sepse afron Kosovën më shumë me NATO në rrafshin strategjik. Rezoluta është mirëpritur nga zyrtarët në Prishtinë, por është kundërshtuar nga Serbia. Ndërkohë, mbështetje për antarësimin e Kosovës në NATO dhe për vazhdimin e pranisë amerikane në KFOR ka shprehur dhe kongresmeni demokrat Richie Torres, së bashku me Self dhe republikanin Mike Lauer. Ai paraqiti një rezolut për mbështetjen e Kosovës në NATO dhe një tjetër për ruajtjen e trupave amerikanë në misionin paqëruajtës KFOR, ku aktualisht shërbejnë rreth 590 ushtarë amerikan. Rezolutat janë konsideruar si sinjale të forta politike që afrojnë Kosovën më shumë me aleancën dhe mbyllin boshllëqet strategjike në Ballkan, por janë kundërshtuar nga Serbia.